تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. E gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë e devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi, dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Na bëj atë që na ke mësuar argument për ne dhe jo argument kundër nesh, o Zoti ynë. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i të mençurve, në temën e 35, domethënë libri që është i autorit Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan, mësuesit tan dhe të gjithë dietarët e umetit, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e 35 thot autori rahimahullah, dhikrul hathi ala luzumin nasihati lil muslimina kaffa. Do thot nxitje për vazhdimsi në këshill dhe çiltërsi për të gjithë muslimanët, pa përjashtim. Domethënë, dhënia e këshillës për secilin prej muslimanëve, se kjo këshilla, domethënë nga gjuha arabe nasiha, domethënë dhënia e këshillës në mënyrë të çiltër, apo të jesh i çiltër ndaj muslimanit ose ndaj atyre që janë përmendur në hadith që do ta tregojmë më vonë. Domethënë dashamirësia dhe sinqeriteti në raport me muslimanët për ta arritur dobinë e tyre, domethënë duke dashur që të përfitojnë, domethënë dhe të kenë dobi pra muslimanët në përgjithësi. Dhe kjo është zbatimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwa. Domethënë besimtarët janë vëllezër. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu akhul muslim. Domethënë besimtari është vëlla, ose muslimani është vëlla i muslimanit. Do thotë se e mbron interesin e tij, e përmirëson gabimin e tij, edhe e këshillon për atë që i bën dobi, siç ka thënë gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Do thotë nuk është besimtar dikush prej jush përderisa nuk ja do vllajt vet musliman, ka në tjetër transmetim li akhihi muslim. Do thënë nuk është besimtar, nuk e ka imanin e sakt, të plot një njeri që nuk ja do muslimanëve atë mirë që e do për veten e tij. Edhe për këtë shkak, kjo fe është nasiha, do të thënë është këshill dhe çiltërsi, si do përmendet në hadithin që e ka sjell autori rahimahullah. Do të thënë qëllimi i kësaj teme është që të jesh i çiltër dhe t'u duash të mirën muslimanëve, duke i këshilluar për atë që u bën dobi në përgjithësi, pa e përjashtuar askënd. Dhe thot autori rahimahullah në hadithin që e ka sjell, thot akhbarana al-Husayn ibn Muhammad ibn Ma'shar bi Harran. Do të thënë na ka treguar al-Husayn ibn Muhammad ibn Abi Ma'shar në Harran. Ka thënë haddathana Abdurrahman ibn Amr al-Bajali qala haddathana Zuhair ibn Muawiya
قال عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه. Do të thënë me këtë zinxhir transmetohet nga sahabiu i nderuar Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, i cili ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Do të thënë feja është këshilla ose feja është çeltërsia. Kam thënë limen ya Rasulullah, do të thënë ndaj kujt o i dërguari i Allahut. Ka thënë lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. Do të thënë është për Allahun ose ndaj Allahut, ndaj librit të tij, ndaj të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, për dhe gjithashtu ndaj udhëheqësve të muslimanëve, prizve, pushtetarëve të muslimanëve dhe ndaj muslimanëve në përgjithësi ose masave të përgjithshme të muslimanëve. Ky është hadith sahih që e ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij dhe po ashtu është i transmetuar në libra të tjerë, do të thotë hadithit. Dhe hadithi është sahih. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Do të thënë feja është çeltërsia ose feja është këshilla. Kjo do thotë tregon se këshilla e ka pozitën shumë të lartë në fenë islame, edhe është siç është përmendur, do të thënë në hadith tjetër, al-hajju Arafa. Do të thënë haxhi është Arafati. Nuk do të thënë se i gjithë haxhi është Arafati, por i gjithë haxhi varet nga qëndrimi në Arafat. Edhe këtu nuk do të thënë se feja është vetëm këshilla, por feja, qëndrueshmëria e fesë dhe fetarisë varet nga kjo pjesë. Do të thënë që të jetë muslimani këshillues për muslimanin, edhe të jetë i çiltër, i pastër, do të thënë pa prapavija, pa tradhti, do të thotë pas mendjes së tij. Kanë pyetur, pra sahabët e kanë kuptuar fjalën nasiha, çka do thotë, dhe për këtë shkak kanë pyetur ndaj kujt duhet të jetë kjo nasiha. Do të thënë e kuptuam që feja varet ose është çështja kryesore e fesë kjo nasiha, do të thënë të qenit i çiltër, dashamir, i drejtë. Po ndaj kujt duhet të kemi këto cilësi? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndaj Allahut e para. Do të thënë çiltërsia ndaj Allahut ose të qenit i drejtë ndaj Allahut, do të thënë besimin Allahun se është Zoti i vetëm, nuk ka Zot, nuk ka krijues përveç tij, nuk ka sundues përveç tij, besosh se Allahu i ka cilësitë e përsosura, nuk ka të ngjashëm me të, nuk ka të barabartë me të, nuk ka asnjë mangësi në cilësitë e tij, dhe besosh dhe ta praktikosh që nuk adhurohet askush përveç Allahut. Nuk lejohet, do të thënë, të adhurohet askush përveç Allahut dhe çdo gjë që adhurohet përveç Allahut është i adhuruar i kot dhe i ndaluar. Dhe gjithashtu të besosh se besosh dhe ta praktikosh zbatimin e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, largimin prej asaj që ka ndaluar Allahu. Pastaj ka thënë wali kitabihi, edhe është çeltërsia dhe kjo nasiha ndaj librit të Allahut subhanahu wa taala. Si është çeltërsia dhe drejtësia ndaj Kuranit, ndaj librit të Allahut, do të thënë duke besuar se ky është libri i Allahut, duke besuar se është fjala e Allahut që ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe duke e lexuar atë natë e ditë, duke i marrë këshillat dhe porositë që janë në librin e Allahut, duke i kuptuar shembujt dhe historitë, duke e zbatuar në përditshmëri, duke e ditur se Kurani është udhëzimi i plot, edhe ai që i sjell njeriu të lumturi, edhe individit edhe shoqërisë në përgjithësi, dhe të thrasësh për në librin e Allahut gjithashtu është prej kësaj drejtësie, dhe për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, do të thënë të jetë njeriu i çiltër dhe i drejtë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thënë besosh se ai është i dërguari i Allahut, ka ardhur që t'i nxjerrë njerëzit, Allahu përmes tij ka nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë dhe ka ardhur që t'i këshilloj njerëzit, t'u mësoj të drejtën, dhe gjithashtu ka qenë udhëzues për tek Allahu dhe pishtar ndriçues
që e ndriçon rrugën për të arritur të shpërblimet e Allahut dhe të kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej kësaj këshillës ose ciltërsisë dhe drejtësisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ta ndjekësh sunetin e tij, thrasësh në ta mbrosh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çdo devijim, do të thonë ti jesh fuqi mbrojtëse kundër devijimeve dhe sulmeve ndaj sunetit dhe ndaj personalitetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i dhënë përparësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë se familjes, pasurisë dhe vetvetes. Do të thonë, i dërguari i Allahut është më parsor për besimtarët sesa ata për vetet e tyre. Pastaj ka thënë wali aimmatil muslimin, edhe ti jesh me këtë ciltërsi dhe drejtësi për udhëhecit e muslimanëve, për pushtetarët, do të thonë duke ju bindur atyre në bindje ndaj Allahut, në atë që nuk është mëkat. Kurse kur dikush thret për mëkat, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka bindje ndaj asnjë krijese nëse thret për t'i bërë mëkat krijuesit subhanahu wa taala. Por kjo këshilla dhe ciltërsia ndaj prizve, ndaj pushtetarëve, është që njeriu të jetë me zemër të pastër, që me të vërtet të dojë të mirën e popullit në përgjithësi, që pushtetarët të drejtohen për këtë shkak, ai njeri që është i sinqert dhe i ciltër, i lutet Allahut subhanahu wa taala për përmirësimin e tyre dhe po ashtu i këshillon. Do të thonë këtu vjen në shprehje kuptimi i këshillës. Do të thonë këshill që u jepet pushtetarëve në mënyrë të sinqertë, që të përmirësohet gjendja e tyre. Edhe këshilla bëhet sipas librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe largimi prej rebelimit kundër tyre ose nxitjes njerëzve kundër tyre, do të thënë gjitha kjo është pjesë e këshillës dhe ciltërsisë ndaj prizve të muslimanëve. Wa ammatihim, edhe ndaj muslimanëve në përgjithësi, pa përjashtim, do të thënë secili këshillohet dhe thirret për në të mirën dhe udhëzohet në të drejtën, do të thënë secili prej muslimanëve. Kjo është tema e autorit rahimahullah, do thotë që të jesh këshillues për të gjithë muslimanët. Pa marrë parasysh a janë pushtetar ose popull i thjesht, a janë dietar ose nxënës dije ose njerëz që duhet të mësohen, do të thënë secili duhet, ndaj secilit duhet të jesh i ciltër dhe ta duash të mirën e tij, duke e këshilluar për atë që është më e dobishme. Ka thënë autori rahimahullah, thot el-wajibu ala al-mar'i luzumu an-nasihati lil-muslimina kaffa. Do thot njeriu e ka obligim që mos i ndahet asnjëherë këshillës dhe ciltërsisë ndaj të gjithë muslimanëve. Wa tarku al-khiyanati lahum, edhe largimi prej tradhtisë ndaj tyre. Do të thënë kjo e tregon kuptimin e këshillës. Çka është kjo nasiha? Do të thënë pra që flitet në hadith, është ciltërsia dhe sinqeriteti, drejtësia, që mos jetë dhe braktisja të kundërtës, kurse e kundërta është tradhtia. Do të thonë, kur e sheh dikon që është gabim edhe nuk e përmirëson gjendjen e tij, nuk e këshillon për atë që është më e mirë, do të thonë kjo është tradhti, duke si thuhet, duke ja bërë rrafsh, duke ja zbukuruar rrugët e shkatrimit. Kjo padyshim se është tradhti ndaj muslimanëve. Ose gjithashtu mënyra tjetër është kur njeriu e shet keqen te vllai vet dhe nuk e përmirëson, pastaj e përmend këtë keqe të tjerët. Do të thënë kjo është pjesë e tradhtisë. Gjithashtu është edhe nëse e këshillon, edhe pastaj shkon te të tjerët, edhe thot ai ishte kështu, e kishte këtë devijim, unë e këshillova, i thash kështu, do thotë edhe kjo është pjesë e tradhtisë. Prandaj nasiha, do thotë këshill, ciltërsi, sinqeritet dhe përmirësim i vërtet për muslimanët është që të jesh i ciltër, do të thonë ta duash të mirën e tyre, duke u përpjekur në arritjen e kësaj të mire dhe jo në dëmtimin e tyre. Wa tarku al-khiyanati lahum ka thënë bil idmar wal qawl wal fi'l ma'an.
Do të thonë, mos ketë tradhti ndaj besimtarëve, qoftë ajo me diçka që e ka njeriu në zemër, ose me fjalë ose me vepra. Do thotë, braktisja e tradhtisë në të gjitha mënyrat që nënkuptojnë tradhti. As me mendime të këqija, me dëshira për të bërë dëm, as me fjalë që i dëmtojnë, qoftë ajo direkt ndaj tyre ose mas shpine me fjalë, as me vepra që u bëjnë dëm muslimanëve. Do të thonë, kjo është pjesë e kësaj nasiha për cilën na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot autori rahimahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka marrë besën prej sahabeve të tij, do të thonë kur kanë ardhur e kanë pranuar islamin dhe ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për islam dhe për qëndrueshmëri, ka thënë gjithashtu, do të thonë i ka marrë disa pika dhe një prej tyre ka thënë an-nushu li kulli muslim ma'a iqamati as-salah wa ita'i az-zakah, do thotë ti jesh këshillues i ciltër, dashamirës, i drejtë ndaj secilit musliman. Edhe ta falësh namazin, ta japësh zakatin, do të thonë këto kanë qenë pikat themelore, bazat, do thotë për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar prej sahabeve që ta japin besën për to, edhe të jenë të qëndrueshëm në këto. Pastaj ka thënë haddathani Muhammad ibn Ali al-Khalladi, me kështu me zinxhirin e tij nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, se ka thënë la ta'mal bil khadi'a fa innaha khuluqul li'am. Ka thënë mos puno me tradhti, sepse tradhtia është morali i njerëzve të poshtër, të ulët, të ata që nuk kanë vlerë. Pra mos e tradhto askënd, por bëhu i sinqert, i ciltër ndaj njerëzve dhe mos puno me tradhti. Si tha autori, as me mendime, as me diçka që e fshen zemër, as me ndonjë fjalë që ti tradhtosh, as me ndonjë vepër. Ka thënë wamhad akhaka an-nasiha, edhe bëhu me këtë ciltërsi të pastër. Do të thënë plotësisht bëhu i pastër dhe i ciltër ndaj vllajt tënd me këshilla të mira. Hasanatan kana aw qabiha. Pa marr parasysh kjo këshill është e mirë ose e shëmtuar. Çka do të thonë kjo e mirë ose e shëmtuar? Cila është ajo këshill që është e mirë dhe cila këshill e shëmtuar? Thotë është për qëllim se si e pranon ai njeriu. Dhe ka ndonjëherë kur ja jep këshillën dikujt, edhe e kupton këshillën edhe e pranon, edhe thot Allahu ta shpërbleft me të mira, do të thonë mban e dobi, mirë që ma përkujtove këtë. Kjo hyn kuptimin e këshillës së bukur. Do të thonë që e ndjen ai se është e bukur edhe e mirë dhe e pranueshme për të. Ose është e shëmtuar për të. Ti pa marr parasysh sa mirë ja jep këshillën, edhe sa është e dobishme ajo këshill, e kupton atë si nënçmim ai i këshilluari, edhe e refuzon, edhe bëhet mendje madh, edhe ndoshta edhe të sulmon pse e ke këshillu. Domethënë pa marr parasysh a është kjo te njeriu që këshillohet, a llogaritet se është e mirë ose e keqe, ti bëhu i sinqert dhe i ciltër në dhënien e këshillës, që të jetë në dobinë e tij. Wazul ma'ahu haythu zal, edhe shko me të ku nga shkon ai. Çka është qëllimi, domethënë, pra për shtatu që ta pranoj këshillën, dhe në mënyrë që tjetë e dobishme për ta. Nëse e sheh se ka devijuar në këtë aspekt, domethënë i flet nga kjo anë që mos shkojnë këtë drejtim, nëse e ka një mangësi në këtë aspekt, mundohesh me ja përmirësuat, thotë dhe vazhdimisht që t'jesh me këtë pastërti ndaj vllajt tënd musliman. Pastaj ka thënë një poezi që e ka thënë El Kurejzi, thotë قل للنصيح الذي أهدى نصيحته سرا إلينا وسامته التكاليف النصح ليس له حد فتعرفه والنصح مستوحش منه ومألوف. Thot, thuaj këshilluesit i cili na i ka dhuruar këshillat e tij fshehtas. Do të thonë njëra prej
atyre pikave thelbësore ose komponentave kryesore të këshillës është që t'jetë fshehtë mes këshilluesit dhe të këshilluarit, që të përfitojë ai. Thuaj atij që na i ka dhuruar këshillat fshehtas dhe është munduar, është ngarkuar, domethënë që të na japë këshill, ka thënë këshilla nuk ka ndonjë përkufizim të qartë që thuhet se kjo është e pranueshme ose kjo nuk është e pranueshme. Domethënë disa këshilla është mustauhash, do thotë që njeriu e gërsohet nëse ja jep këshillën. Nuk i pëlqen, ndoshta në atë moment ose më vonë. Ka mundësi që dikush edhe më vonë, do thotë aty në atë moment tregohet sikur pranuesi i këshillës, mirë po më vonë vazhdon të ftohet për shkak të këshilluesit. Edhe ka ma'luf, edhe ka këshill, domethënë që njeriu t'i pëlqen. Hatta idha sarrahta anna awaqibahu, ose hatta idha sarrahat anna awaqibuhu kanat lana 'idhatun minhu wa ta'nifu. Mirë po thot, kur të vinë pasojat, ato rezultatet e këshillës, thot ka mundësi, siç është e ditur, do të thënë kur dikush e jep këshillën dhe i këshilluari vepron me ta, më vonë e kupton se thot shqyr që ja pranova atë këshill filanit, edhe alhamdulillah që punova me ta, se fitova. Ose e kundërta, ka mundësi që dikush pasi e pranon këshillën e dikujt, edhe më vonë, mas një kohë, e vëren se ka gabu pse e ka pranu fjalën atij. Dhe e kundërta gjithashtu kur nuk e pranon, ndonjëherë e sheh rezultatin se ka qenë më mirë që e ka pranuar, ndonjëherë e sheh që më mirë që se ka pranu. Thot ato pasojat vërehen më vonë. Law kana lin-nushi haddun yustabanu bihi ma nalana hasratun minhu wa talhifu. Sigur të kishte këshilla ndonjë përkufizim të qartë, që ishte krejtësisht e qartë, që dihet se çfarë rezultate ka, atëherë nuk do të na kishte ndodhur asnjëherë që të jemi pishman për ndonjë vepër, ose nuk do të na kishte ndodhur asnjëherë që të brengosemi për diçka që e kemi bërë ose që nuk e kemi bërë. Lakin lahu subulun shatta mukhalifatun ba'dun li ba'din famajhulun wa ma'rufu wan nasu ghawin wa dhu rushdin wa mukhtalitun wan nushu mumda wa mardudun wa mawqufu. Domethënë, mirë po, pra nuk i dim ashtu qartë, nuk ka ndonjë kufi dhe përkufizim të qartë, mirë po ka te njerëzit, ka rrugë që njihen, domethënë këshillat, ndonjëherë janë të pabazuara, ndonjëherë janë të njohura me baza në fenë e Allahut, me argumente nga Kurani dhe Suneti, edhe ka disa njerëz që janë devijuar, disa të udhëzuar, disa të përzier, disa këshilla që pranohen, disa refuzohen, disa pritet për to. Domethënë, pra duhet të kuptohet që këshilla duhet të jepet, pa marrë parasysh se në çfarë mënyre e pranon ai që është këshilluar, veç duhet të jetë këshilla e saktë sipas librit të Allahut dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë me metodën që duhet të jetë e pranueshme, me metodën më të mirë, që të bëhet fshehtas, të bëhet me fjalë të buta, me fjalë që e tërheqin njeriu, me fjalë që i japin të kuptoj se je duke ja dashur të mirën, domethënë, edhe me argumente të qarta nga Kurani dhe Suneti, nga fjalët e dietarëve, domethënë. Atëherë, nëse bëhet këshilla në këtë mënyrë, atëherë nuk duhet t'i bëhet vonë njeriut se si do t'jetë reagimi të këshilluarit. Por, duhet të ketë kujdes që mos jetë këshilla e atill, pra quhet këshill, mirë po në realitet është qërtim, ose nënçmim, ose ofendim, ose zbulim i tmetave para njerëzve, thot, ato janë të ndaluara. Pastaj thot autori rahimahullah, khairul ikhwani ashadduhum mubalaghatan fi an-nasiha. Do të thënë vllai më i mirë është ai që më shumë të këshillon. Dhe veprat më të mira janë ato që i kanë pasojat më të mira, edhe që janë më të sinqerta për Allahun. Dhe thot goditja e këshilluesit është më e mirë për ty se përshëndetja e armikut.
Do thotë më mirë ai që ta do të mirën dhe të jep këshill, edhe nëse të godet me një suplak ose me diçka, me një shkop, është më mirë se sa lëvdata dhe urata prej atij që ta do të keqen. Do të thënë nëse armiku kalon edhe të thotë e paç ditën e mirë ose të ngjat jeta ose kështu me radhë, kjo nuk është e dobishme. E dobishme është kur vllai jot që ta do të mirën, që është i afërt, të jep këshilla të mira. Edhe nëse ka shpërsi ndonjëherë. Do të thonë duhet secili ta kuptoj rolin e vet. Këshilluesi duhet ta kuptojë se këshilla si jepet. Dhe i këshilluari duhet ta kuptojë si pranohet këshilla. Do të thonë këshilluesi duhet me të butë, me fjalë të mira, me fjalë më perfekte që të pranohen. I këshilluari nuk duhet ta shikojë këtë aspekt. Edhe siç bëjnë shumë njerëz, thonë mirë po ai nuk më këshilloi mirë, nuk ma tha me të mirë. Do thotë nëse çështja për cilën ka folur është e saktë, edhe nëse prej ti ka qenë në mënyrë të keqe, ti përmirësoje vetveten. Edhe pranoja atë si këshill, si vërejtje. Ndonjëherë dikush ta jep këshillën edhe pse nuk ta do të mirën. Do të thënë nuk të jep këshill, po të jep kritik. Por ajo se çka ka pas ai qëllim, është mes ti dhe Zotit subhanahu wa taala. Dhe ti si vepron me atë vërejtje, është mes teje dhe Zotit subhanahu wa taala. Prandaj ti pranoje se kjo, nëse është me të vërtet gabimi yt, pranoje dhe përmirësohu. Dhe mos e qorto mënyrën e këshillës së tij. Kjo do thot për atë që këshillohet. Kurse për këshilluesin, ne gjithashtu e këshillojmë këshilluesin që gjithmonë ta ketë rrugën e butësisë, mençurisë, rrugën e dhënies së këshillës në mënyrën që pranohet. Prandaj dije se vllai më i mirë është ai që të këshillon. Edhe goditja prej vllait të mirë, këshillues, është më e mirë se urata prej armikut tënd. Do të them, prandaj duhet ta kuptojmë këtë, edhe duhet të veprojmë me këtë mënyrë se do thotë kur njeriu e do ngritjen e fesë edhe e do përmirësimin e vëllezërve, e bën këshillën. Kurse ka disa njerëz që as nuk japin këshill në mënyrën e mirë, nuk t'japin këshill fshehtas që të përmirësojnë, nuk t'japin me fjalë të buta, por nuk t'japin as këshill me fjalë të ashpra. Por as nuk t'japin as pak, as fshehtas, as haptas, nuk ta tregojnë. Vetëm e ruajnë, pastaj pas shpinë flasin edhe sulmojnë, do të thonë kjo tregon se nuk kanë nasiha, nuk janë të ciltër, nuk duan përmirësim, po duan shkatrim. Atëherë, këta njerëz a bëjnë pjesë te kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Do të thënë feja është, pra siç tham, feja varet nga ekzistimi i kësaj komponente e këshillës. Do të thënë ku janë këta në lidhje me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Thot njeriu i mençur e ka obligim që të jetë këshillues për njerëzit në përgjithësi. Mektumun min al-ammi wal khas, edhe të jetë, do të thënë, këshill e fshehtë për njerëz të përgjithshëm dhe për të veçantë, për vëllezërit e veçantë, për shokët e afërt, sa të ketë mundësi. Dhe duhet ta di se edhe këshilluesi duhet ta di ai që jep këshill se është më parsor për këshillën e tij se sa i këshilluari. Do të thonë duhet edhe ai të punojë sipas këshillave që i jep. Pastaj thot me zinxhirin e tij nga Abdulrahman ibn al-Qasim at-Tamimi, se ka thënë kur erdhi Aliu radhiyallahu anhu në Kufe, e takoi Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu. Dhe i tha, inni usiru alejke bi ra'yin, faqbalhu. Ka thënë, do të ta jap një mendim dhe pranoje, pra ta jap një këshill. Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu i thot Aliut radhiyallahu anhu, të ta jap një këshill, pranoje këtë. Ka thënë Aliu, jepe, do të thënë sille. Ka thënë aqrir Muawiyata ala Sham. Ka thënë
aprovoje, do të thonë, atë që tjetë Muawija, guvernatori i Shamit, tusmah laka ta'atuhu, atëherë do ta fitosh pra lojalitetin e tij, bindjen e tij ndaj teje, sepse banorët e Shamit e kanë shijuar gjykimin e Muawijes dhe e kanë gjetur të shijshëm. Do të thonë, gjykimi i Muawijes ose udhëheqja, sundimi i Muawijes ka qenë i këndshëm për banorët e Shamit, ka qenë i dobishëm. Edhe ata e kanë përjetuar, e kanë pa vetë, edhe kanë gjetur, do të thonë se është shumë udhëheqës i mirë. Prandaj aprovoja atë, lere atë si udhëheqës të Shamit. Thot wa waliyahum 20 sana. Edhe ai ka qenë governator i Shamit 20 vjet. Walam ya'ibu alayhi. Edhe nuk i kanë gjetur ndonjë tmet. Do të thonë gjatë këtyre 20 vjetëve nuk kanë pa ndonjë mangësi në sundimin e Muawijes. Walam yu'tibuhu fi 'irdin wala mal. Nuk e kanë akuzuar për diçka, do të thonë nuk kanë gjetur ndonjë akuzë në nderin ose në pasurinë e tij. Pastaj thot se ka thënë Ali, wallahi law sa'alani qaryatan ma wallaytuhu iyyaha, ka thënë se më kërkon edhe një fshat, nuk do ta bëj udhëheqës të atij fshati. Ka thënë Mughira radhiyallahu anhu, arahu sayali aradina wa qurayat. Do të thënë, atëherë mendoj se ai do të sundoj toka dhe shumë qytete dhe vendbanime. Do thotë, pra sipas asaj që e ka njohur Mughira ibn Shu'be, e ka pasur ai është me të vërtetë sundues që do të sundoj shumë. Prandaj më mirë pranoje se është i dobishëm. Pra këtu është për qëllim këshilla që është dhënë edhe pushtetarit. Do thotë i jepet këshilla për atë që është më e dobishme. Pastaj transmeton autori rahimallahu me zinxhirin e tij nga Hasan al-Basri se ka thënë, besimtari është një degë besimtarit dhe është pasqyra e vllait vet. Nëse shet diçka që nuk i pëlqen, e korrigjon dhe e drejton dhe e këshillon në fshehtësi, e këshillon fshehtas dhe haptas. Njëherë thot, besimtari është, do të thënë, një pjesë e besimtarit. Sikur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarët në afërsi mes veti, solidaritet me njëri tjetrin, janë si një trup i vetëm. Edhe të gjithë kanë kujdesen për pjesën tjetër. Do të thonë, nëse i dhemb njeriu edhe një gisht, aty gishti i kamës ose gishti i dorës ose maja e veshit, i gjithë trupi solidarizohet me atë pjesë. Edhe besimtari është i atill, kurse ndonjë të keqet e vllai vet, thotë, është i brengosur dhe do ta përmirësojë atë, dhe është si pasqyrë. Është pasqyrë që e përmirëson. Do të thonë, sikur njeriu që del para pasqyrës, edhe përpara se me dal prej shtëpisë, do të thonë, rregullon, shikon mos ka ndonjë tmet, edhe që mos dalë, do thotë, i nënçmuar para njerëzve të tjerë. Edhe nëse del njeriu, do të thonë, me diçka, me ndonjë papastërti në rrobën e tij, edhe i thot vllai vet se shiko këtu, ndoshta nuk e ke vërejtur, të paskara një njoll ose diçka e ngjashme, dhe njeriu është mirënjohës kur e sheh këtë këshill. Do të thonë, kjo është natyra e këshillës. Duhet, dihet, do të thonë tani, si tham më herët, për këshilluesin dhe të këshilluarin. Këshilluesi, kur e sheh një njoll që i ka rënë në rrobë, që nuk i ka vërejtur ose ka diçka në fytyrë, nuk duhet, do të thonë, para njerëzve të filloj ta nënçmoj, thotë, shiko ky si nuk di ta pastroj fytyrën ose shiko si i ka bërë rrobat e kështu. Atëherë kjo nuk është, do të thonë, është e qartë se si shembull, çka do të thonë kjo mënyrë. Por nëse i thot në mënyrë diskrete, i thot pastroj këtu ose shikoj këta ose rregulloj këta, atëherë është këshill që pranohet. Edhe duke e arsyetuar, do të thonë duke i thënë ndoshta se ke vërejtur ose diçka e tillë, pra kështu në të gjitha këshillat edhe për moralin, edhe për veprat, edhe për fenë, do të thonë duhet të jetë në këtë mënyrë. Nëse e sheh atë mangësitë e vllai jot, thuaj në mënyrë diskrete, pa e marrë vesh të tjerët. Në mënyrë këshilluese, në mënyrë arsyetuese, do të thonë thuaj ndoshta nuk e ke vërejt këtë gabim ose diçka e tillë, edhe e korrigjon. Atëherë ai do të jetë mirënjohës. Sigur ai
i pari që i ke tregu për papastërtinë rroba, edhe ky do të jetë në këtë mënyrë mirënjohës, do ta pranoj këshillën dhe do të ketë dobi. Edhe ka thonë duhet ta këshilloj besimtari vllajën e vet, fshehtas dhe haptas. Çka do të thonë kjo? Do thotë fshehtas në vetveten e tij. Në kur është të jetë i ciltër ndaj vllajt vet në vetveten e tij. Do të thonë të jetë dashamirës me të vërtetë, edhe të lutet për përmirësimin e vllajt vet, edhe ta dojë me të vërtetë të mirën e vllajt vet në zemrën e tij, dhe haptas, do të thonë që t'ia thot atij direkt, ky është qëllimi, ose haptas, do të thonë para njerëzve të tjerë. Siç kemi thonë, nëse gabimi i tij ose mangësia e tij është e fshehtë, duhet patjetër këshilla të bëhet fshehuraz, kurse kur të jetë gabimi që i ka përfshirë njerëzit, atëherë duhet kundërshtohet gabimi që është në publik. Ka përmendur një poezi, thot: "Amintu ala sirri imra'an ghayra hazimin, walakinnahu fi an-nushi ghayru muribi. Fadha'a bihi fi an-nasi hatta ka'annahu bi'alya'a narun uqidat bi thuqubi." Do thot, pra i besova dikujt, ja besova sekretin tim, di një njeriu që nuk është i vendosur ose nuk është i mençur, edhe nuk është i saktë në këshill, kështu që ai e përhapi atë sekretin tim mes njerëzve, sikur ndonjë zjarr në majet kodrës që është ndezur, do të thonë që e shohin të gjithë. Fema kullu dhi lubbin bimu'tika nushahu wa ma kullu mu'tin nushahu bilabibi. Do të thonë, secili njeri i mençur nuk është që t'jep këshill. Dhe gjithashtu, secili që t'jep këshill nuk është i mençur. Do të thonë, patjetër duhet t'i kesh parasysh të dy aspektet. Do të thonë që t'jetë i mençur, i ditur, si u tha më herët, që t'jetë fetar, dhe ta dojë të mirën tënde, t'jetë këshillues dhe i ciltër ndaj teje. Walakin idha mastajma'a 'inda wahidin fa haqqa lahu min ta'atin bi nasibi. Atëherë, thot, nëse dikush i ka këto dy cilësi, do të thonë është i mençur, ka dituri, i kupton çështjet, një aspekt, dhe gjithashtu e do të mirën tënde dhe është i ciltër dhe dashamirës ndaj teje, atëherë me të vërtetë e ka hak, me të vërtetë që ti bindesh atij dhe ti dëgjosh fjalët e tij. Pastaj ka transmetuar autori rahimahullah nga Ibn al-A'rabi, i cili thot: "Qala ba'd al-hukama", do të thonë kanë thënë disa njerëz të mençur, "Ithnani zaliman", dy veta janë zullumqtar, pa drejt, do të thonë që bajnë pa drejtësi. Një njeri të cilit i është dhënë këshilla dhe ai këtë këshillë e ka marrë si mëkat, do të thonë, pra kundër këshilluesit. Dikush i jep këshillë, e do përmirësimin e tij, kurse ai këtë këshillë e merr në zemrën e tij si një zjarr, do të thonë, të keq kundër këtij këshilluesi, edhe e sheh se ky këshillues nuk është, do të thonë, me këtë nuk mund unë të manipuloj si dua, sepse kjo thot të vërtetën, atëherë e merr, do të thonë, shkakton kjo urrëtie. Ky është njeri i padrejtë. Do të thonë, dikush ja ka dhënë këshillën për të mirën e tij, kurse ky këtë këshillë e ka llogaritur si diçka të keqe, edhe e bën shkak për sulm kundër atij këshilluesit. Ky është i padrejti, dhe një njeri tjetër që është i ngjashëm. Këto shembuj kur përmenden në disa aspekte të detajeve, duhet t'i marrim parasysh si rregulla jetësore. Thot, një njeri që i bën shoku vet vend për të ulur në vend ngushtë, kurse ai ulet kam kryq aty edhe zgjerohet. Domethënë, pra kur është mexhlisi i ngushtuar, edhe dy veta si kanë qenë aty të ulur, zgjerohen, e ngushtojnë vetveten, pastaj vjen ky të cilët ja kanë hapur vendin, edhe e zë edhe më shumë, edhe i ngushton të tjerë, domethënë ky është njeri i padrejtë. Pra kështu në përgjithësi duhet të merret kjo si rregull jetesës. Thot autori rahimahullah, an-nasihatu manutatun bit-tuhma. Domethënë, këshilla gjithmonë është, do thot, mund të jetë shkak për që të akuzojnë njerëzit. Kur i këshillon,
të akuzojnë. Do të thonë kjo çdo herë shkojnë bashkë këto të dyja. Prandaj thotë walaysat an-nasihatu illa liman qabilaha. Prandaj këshill i jepet vetëm atij që e pranon. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala fadhakkir in nafa'ati dhikra. Do të thonë përkujto, këshillo, nëse bën dobi këshilla. Nëse e sheh se aty nuk pranohet në asnjë mënyrë, nuk është e mençur që të japësh këshilla te ata që sikur mvesh surdhër. Thot, pra këshilla i jepet vetëm atij që e pranon, si dhe dunjaja i jepet vetëm atij që nuk e kërkon dunjan, që do të thënë largohet prej dunjas, që e ka synim ahiretin, ai i fiton të mirat e dunjas, kurse ahireti e fiton vetëm ai që e kërkon. Do të thënë këshilla i jepet atij që e pranon, dunjaja i jepet atij që e largon dunjan, dhe ahireti i jepet atij që e kërkon ahiretin. Dhe secili që ka dhënë këshill, do të thënë ka përpjekjen e vet, mundin e vet. Për atë do të ketë shpërblim. Jo për a është pranuar ose jo. Do të thënë e fiton shpërblimin për këshillën që e ka dhënë. Kurse ai që nuk e pranon këshillën, ومن لم يقبل من نصائحه ما يثقل عليه لم يحمد غب رأيه. Do të thënë ai që nuk e pranon këshillën, pse i duket e vështirë, do të thënë diçka që kundërshtohet me epshet e tij, me dëshirat e tij, ose me zakonet që është mësu, atëherë nuk e falenderon, do të thënë mendimin e mirë dhe këshillën e mirë. Thot autori, prandaj me bisedu ose konsultimi me të shurdhrin është më mirë se sa këshillimi atij që nuk do ta pranojë këshillën. Do të më mirë fol me murin, si thonë, se sa me fol me dikën që nuk do me pranu këshill. Do të nuk është e mençur, nuk është mençuri që njeriu të këmbgule të vazhdojë në këtë këshill, kur e sheh se nuk është i interesuar për të pranuar prej këshillave. Kjo duhet të ketë parasysh se kjo vjen pas përvojës, pasi ta kesh provu njeriu. Jo me mendu, do të thënë me paragjykim, paraprakisht. Me thonë se këta nuk e pranojnë, atëherë nuk ka nevojë unë t'ju flas. Përkundrazi, ka njerëz që kanë qenë në devime të rënda, kanë qenë shirk, kanë qenë në shkatrim moral, mirë po ndoshta ai ka bë dobi vetëm një fjalë, vetëm një ajet që ka dëgjuar, ose një hadith, ose një këshill e bukur, u ka bërë dobi dhe ka shembujt shumë të atyre që janë pendu për shkak të një fjale të dikujt. Prandaj nuk duhet njeriu në këtë mënyrë të jetë paragjikues edhe të thotë nuk e pranojnë. Mirë po kur e sheh që dikush nuk e pranon ose nuk bën, si thuhet, reakcion të këndshëm ndaj këshillimit, atëherë largohu prej tij. Nuk ka nevojë me këmbgul, se më mirë është me debatu me të shurdhin se me dhënë këshilla atij që nuk i pranon këshillat. Edhe më vonë njësoj thotë se ai që i jep këshill dikujt që nuk falenderon, nuk është mirënjohës për këshillën, do të thonë është si dikush që i hedh ato të mirat në det, do të thonë që nuk fiton asgjë prej tij. Por, siç tham, mbetet shpërblimi për këshillën, pa më parasysh a e pranon ose jo. Thotë këtë poezi që e ka thënë Al-Abrash, idha nasahta lidhi ujbin litursidahu falam yuti'ka fala tansah lahu abada. Do të thonë nëse e këshillon njeriu që ka vetpëlqim, do të thonë që i pëlqen vetja, mendimi i vet, ti e këshillon për ta udhëzuar, kurse ai nuk e pranon këshillën, atëherë mos e këshillo asnjëherë. Fa inna dhal ujbi la yu'tika ta'atahu wala yujibu ila irshadihi ahada. Se njeriu që është i vetpëlqyer, do të thonë asnjëherë nuk ta jep bindjen, do të thonë nuk e pranon atë fjalën që ja thua, edhe nuk i përgjigjet udhëzimit të askujt, wa ma alayka. Mirpo nuk është problemi, do të thonë nuk ke ti përgjegjësi. Wa ma alayka wa in ghawin ghawa hiqaban illa lam yakul laka qurba aw yakun walada. Atëherë nëse dikush i devijum
do të thonë devijon edhe nuk e pranon asnjë këshill, asnjë argumentim, atëherë nuk është, ti nuk dëmtohesh. Thotë, nëse nuk e ke të afërt ose fëmijë për shembull, dhe kjo me të vërtetë është pjesë e mençurisë, se i shohim njerëz të devijum në realitet, pretendojnë për njerëz të sunetit se janë devijum, edhe thonë se këta nuk e pranojnë. Kam dëgjuar prej fjalëve më të poshtra që i thonë, mirë po nuk ndalen. Pra, nëse je i mençur, nëse ti mendon se unë jam i udhëzuar, nëse ti mendon se unë jam i devijum, edhe nuk i pranoj këshillat, atëherë largo, lëm rahat. Mirë po, problemi është se ata, do të thonë, kanë tjetër synim. Nuk është puna për udhëzimin ose devijimin, as nuk është puna për përmirësim, por është puna për sulm kundër dhe armiqësi kundër të vërtetës. Njeriu që është i sinqert e jep këshillën për përmirësim, në mënyrën e mirë. Por nëse e sheh se këshilla e tij nuk pranohet, atëherë largohet, ka angazhime të tjera. Njeriu ka miliona e miliarda angazhime të tjera, do të thonë që duhet ta përmirësoj vetveten, ka njerëz tjerë që duhet t'i përmirësoj, që duhet t'i mësoj. Edhe për këtë çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Pra kuptimi i ajetit është që thotë, nëse ju e përmirësoni veten tuaj, atëherë la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Do të thonë nuk ju bën dëm ai që devijon nëse ju jeni të udhëzuar. Edhe qëllimi është, thotë aleikum anfusakum, pra shikoni veten tuaj, përmirësoni për vete, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Nuk ju bën dëm ai që devijon nëse ju udhëzoheni. Dhe këtu kanë thënë dietarët se ky ajet është argument për urdhrim për të mira dhe ndalim prej të këqijave. Do thotë pjesë e udhëzimit është që ti urdhërosh njerëzit për të mira, ti ndalosh nga të këqijat. Por nëse ata nuk e pranojnë, atëherë ju nuk keni asnjë dëm. Ju vazhdoni në përmirësimin e vetvetes, në urdhrim për të mira, ndalim prej të këqijave, këshilla, ka edhe, do të thënë, miliarda njerëz të tjerë që duhet t'i këshilloni. Ata që kanë devijuar dhe nuk e pranojnë këshillën, nuk ju bëjnë dëm me këta, ju vazhdoni me rrugën e udhëzimit. Thot autori rahimahullah, do thot këshilla është obligim për të gjithë njerëzit. Sipas kësaj që e përmendëm më herët, mirë po, kjo këshill duhet të jepet fshehtas, sepse ai që e këshillon vllajën e vet publikisht, në realitet e ka poshtruar, e ka nënçmuar. Si ka thënë Imam Shafiu, do thotë ma jep këshillën në fshehtësi dhe mos më këshillo para xhamatit, sepse këshilla para të tjerëve është në realitet nënçmim dhe ofendim, që nuk dua ta dëgjoj. Do thotë me dal para gjithë njerëzve, gjoja si kur këshillues, do të thënë ajo është veç për nënçmimin e atij që e urren dhe nuk është këshill për përmirësimin e tij. Jepë këshillën, pra këshilla duhet për secilin, mirë po këshilla jepet fshehtas, se ai që e këshillon vllajën e vet publikisht, do të thonë e ka nënçmuar, e ka njollosur, kurse ai që e këshillon fshehtas e ka zbukuruar. Prandaj muslimani duhet ta japë gjithë mundin e tij për zbukurimin dhe përmirësimin e vllajt vet, dhe të ruhet prej asaj që e njollos vllajin. Thot, pastaj ka sjell si argument, do të thonë, atë që ka thënë Sufjan al-Thauri, rahimahullah, thot, i thash Mis'arit, tuhibbu an yukhbiraka rajulun bi'uyubihi, ka thënë, a ke qef që njeriu të t'i tregoj tmetat e tua, a ke qef që njeriu të informoj për tmetat e tua, ka thënë, emma an yajia insanun fayuwabbikhani fala. Do thënë, me ardh dikush edhe të më ofendoj me ato tmetat, jo, nuk dua askush të më thot ato. Wa amma an yajia nasihan fa na'am. Por nëse vjen si këshillues, atëherë po, dua, më thënë njeriu i sinqert ka qef që t'i tregohen tmetat, t'i thuhet ku i ka gabimet, mirë po, në mënyrë këshilluese, më të mirë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa bima rahmetin min Allahi linta lahum. Do të thënë për shkak të mëshirës së Allahut, ishe i butë ndaj tyre. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. Nëse kishe qenë i ashpër, i vrazhd, me zemër, do të thonë të vrazhd, të egër,
do të ishin largu prej teje. Do thotë, pra, edhe për këshill, nëse themi se ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për këshill, pikërisht duhet ta ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe veprat e sahabeve. Sikur si thot Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ka thënë përpara kur njeriu kur dikush shihte diçka jo të mirë te vllai vet, i tregonte duke e mbuluar, do të thënë amarahu fi satrin, e urdhronte për përmirësim të mbuluar, do thotë pa ja zbulu këtë metën. Ja ka dhënë këshillën veç atij personalisht, kurse të tjerët nuk e ka shfaq atë mangësi. Fa yu'jaru fi satrihi wa yu'jaru fi nahyihi. Do të thënë, atëherë merr shpërblim dy herë. Merr shpërblim që ja mbulon të metën vllait tënd, edhe merr shpërblim që e ke këshilluar për të mirë, e ke urdhëruar se e ke ndalu. Do thotë, është shpërblimi i dyfisht. Wa amma al-yawm, thot Abdullah ibn Mubarak, kurse sot, kur dikush e sheh ndonjë të keqe te dikush, atëherë istaghdaba akhahu, atëherë e zemron vllain vet, e nervozon, domethënë, me këtë mënyrën e këshillimit, wa hataka sitrahu, edhe ja zbulon atë tmet. Do thotë, atëherë këtu nuk ka shpërblim për këshillën, nëse i shkon edhe ofendon me atë tmet që e ka, domethënë nuk e ke këshillu. Po plus edhe ja zbulon, atëherë mëkati është i dyfisht. Thotë, kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë, thotë, kur ja jep këshillën, si thamë më herët, ja jep këshillën dhe ja mbulon tmetën. Atëherë shpërblimi është i dyfisht. Por dikush që ka mundësi e jep këshillën, pastaj shkon edhe i thot të tjerëve, ishte kështu, po e këshillova unë edhe u përmirësua. Domethënë, kjo është edhe syfaqësi, edhe humbje e asaj vepre të mirë, edhe zbulim i tmetave që e urrejnë Allahu subhanahu wa taala, e kështu me radhë, domethënë, dëme të shumta. Po ashtu thot se një njeri ka ardhur te Sufjani rahimahullah, edhe i ka thonë diçka në vesh, fshetas. Edhe ka thonë, a dini çka më tha? Domethënë, kjo tregon se i ka pëlqy mënyra e këshillës, edhe i ka thonë, më tha, ra'aytuka iltafatta ams wa anta tusalli. Pas se ktheve shikimin dje duke u fal. Domethënë, duke fal namazin, ka shikuar djathtas ose majtas. Pra edhe më të mëdhenj të këtij umeti kanë, domethënë, një mangësi të tillë. Mirë, po shikoj se i ka pëlqy mënyra e këshillës. Prandaj i ka treguar të tjerëve. Pra ka treguar, shikoj sa mirë më këshilloi vetë, edhe më dha këtë vërejtje. Thot autori rahimahullah, nëse këshilla është me këto cilësi, me këto veti, atëherë e sjell dashurinë edhe e bën bashkimin, afërsinë më të fuqishme mes vëllezërve. Thot, shenja e këshilluesit që e do përmirësimin e të këshilluarit është që ta këshilloj fshehtas, kurse shenja atij që do ta nënçmoj dhe ta njollos është që e këshillon haptas. Prandaj njeriu i mençur duhet ruhet nga këshilla e armiqve, edhe kur janë fshet edhe haptas. Do thotë, pra mos bëj njeriu shkaqe që të arrijë gjendja deri në atë mënyrë që edhe armiku të këshillojë. Domethënë, duhet të kesh kujdes që të përmirësohesh vetë edhe të përmirësosh vëllezërit me njëri tjetrin që mos ketë nevojë, domethënë, të arrijnë këto tmeta deri te armiqt. Thot, ka thënë pra në këtë poezi Ibn Zinxhi el-Baghdadi, ka thënë فكم من عدو معلن لك نصحه علانية والغش تحت الأضالع. Domethënë, shumë armiq ka që e shfaqin, domethënë, kështu në të dukshmen, e shfaqin këshillën për ty, por tradhtin e kanë nën brinjtë e tyre. وكم من صديق مرشد قد عصيته فكنت له في الرشد غير مطاوع. Edhe ka shumë shok, miq të dashur, që të kanë udhëzuar, domethënë të kanë dhënë këshilla për udhëzim,
kurse ti i ke kundërshtuar edhe nuk i ke dëgjuar për udhëzimin, wa mal amru illa bil awaqibi innaha sayabdu alayha kullu sirrin wa dha'i, kurse kjo çështja shikohet në pasojat, në përfundimin. Edhe atëherë çdo gjë do të shfaqet, edhe ajo që ka qenë e fshet, edhe ajo që ka qenë e publikuar. Domethënë çdo gjë do të shfaqet. Pra ka shumë shok të kanë ardhur, të kanë këshillu në mënyrën e mirë, edhe të kanë dhënë pra fshetas me fjalë të buta dhe nuk i ke dëgjuar ata. Edhe më vonë do të vinë ndoshta një ditë që do thush sikur ti kisha dëgjuar, sikur ta kisha marrë këshillën e filanit. Edhe kundërta gjithashtu ndodh. Prandaj ai që gjithashtu edhe vërehet, ky që të ka këshilluar me të vërtet e ka dashur të mirën tënde, apo ka pas, domethënë, zemrën e tij tradhti, ka pas mendime të tjera, vret me kalimin e kohës. Thot pastaj autori rahimahullah përmend një porosi që e ka lënë Rabi' ibn Khuthejm, e ka shkruar porosinë e tij, dhe kemi përmendur te librat e fikut, domethënë se është e preferuar që njeriu ta shkruajë porosinë, edhe në porosi të përfshi edhe gjëra, domethënë të gjitha gjërat që do që t'i bëjnë pasardhësit e tij. Edhe ky urdhërimi për të mira, domethënë për këshilla për fetarin, për qëndrueshmërinë në fe, për morale kështu me radhë, edhe për çështjet e pasurisë, edhe në veçantë nëse ka i ka borxh dikujt, atëherë ka obligim që ta lërë testamentin e tij familjarëve. Mirëpo i përmend edhe gjëra tjera, siç ka bërë ky Rabi' ibn Khuthejm, thot, e ka shkruar në porosinë e tij, Bismillahirrahmanirrahim, hadha ma awsa bihi Rabi' ibn Khuthejm wa ashhada alayhi wa kafa billahi shahida. Domethënë kjo është porosia që e ka lënë, ose testamenti që e ka lënë Rabi' ibn Khuthejm dhe ka sjell dëshmitar për të, kurse Allahu mjafton si dëshmitar, wa jazian li ibadihi salihin muthiba, dhe që u jep shpërblimet robërve të tij të mirë dhe jep, domethënë, më shumë shpërblime. Inni raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Thot, unë jam i kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për profet. Wa an na'bud Allah. Thot, ta adhurojmë vetëm Allahun. Ta falenderojmë, wa man ata'ani fil abidin, domethënë ta adhurojmë Allahun të gjithë bashkë, edhe ata që më dëgjojnë mua, që i marrin fjalët e mia, domethënë bashkë me adhuruesit, ta falenderojmë Allahun bashkë me falendëruesit, wa nansahu li jama'ati al-muslimin, dhe t'i këshillojmë muslimanët në përgjithësi. T'i këshillojmë, domethënë kjo është prej porosive që e lënë njerëz të mençur dhe të devotshëm edhe për pasardhësit e tyre, që të jenë këshillues për muslimanët. Pastaj autori rahimahullah ka përmendur një porosi tjetër, edhe kjo është pak e gjatë, mirëpo ka komponenta shumë të dobishme, edhe për këtë shkak ka përmendur komplet autori rahimahullah këtë porosin që e ka lënë Al-Khattab ibn al-Mualla al-Makhzumi, ja ka lënë birit ti, djalit ti, edhe të gjithat porosi e ka sjell këtu në libër, me zinxhirin e tij, ka thënë, ka treguar Muhammed ibn al-Mundhir ibn Sa'id, dhe ai ka thënë se na ka treguar Abu Hatim Muhammed ibn Idris al-Handhali, ka thënë na ka treguar Abdulrahman ibn Abi Atiyya al-Himsi, ka transmetuar nga Khattab ibn al-Mualla al-Makhzumi al-Qurashi, se e ka këshilluar djalin e tij me këto porosi, ka thënë, ja bunayya, o biri im. Pra ka filluar porosin me këtë fjalë, edhe kjo është shumë mirë, dhe në përgjithësi thot, është me rëndësi që secili prind t'i këshilloj fëmijët e vet dhe t'u lër porosi, t'i japë, domethënë, këshillat atilla që t'jenë të ngulitura në memorien e tyre. Domethënë diçka që të ta mbajnë mend gjithë jetën, patjetër vazhdimisht t'i këshilloj fëmijët njeriu. Edhe kjo këshill, sidomos në kohën tonë, domethënë kur janë bërë
shkaqet e devijimit të shumta, të panumërta. Edhe këto mjetet e devijimit janë shumë të përhapura dhe të afruara, deri te secili fëmijë prej fëmijëve tanë, edhe në moshë shumë të vogël, domethënë ka shkaqe të devijimit shumta. Patjetër duhet këshilla të jetë e vazhdueshme. Prindi, sidomos të këshilloj fëmijën e vet vazhdimisht, edhe ta përkujtoj. Edhe këtë këshilla fillon me fjalë të mirë, sigur këtu ja buneje, o biri im, o djaloshi im. Domethënë buneja është emër për gdhelës. Pra ti thot njeriu që ta kuptoj tani ky fëmijë që është duke dëgjuar këshillën, ta kuptoj se është duke ja dhënë prindi që kujdeset për ta. Prindi që ja do të mirën. Edhe madje është mirë edhe fjalë tjera, o biri im i dashur, ose biri im i nderuar, i vlefshëm, edhe ti thot dëgjoj këtë fjalë prej babait tënd që ta do të mirën, që domethënë që ti kesh për jetën tënde kështu me radhë, domethënë me fjalë të bukura tërheqëse që ta shkaktos vëmendjen e fëmijës. Ka thënë alejke bi taqwallahi wa ta'atihi, domethënë mbaju takuas dhe bindjes ndaj Allahut. Pra ti jesh gjithmonë i ruajtur prej asaj që e zemron Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo këshill ose kjo porosi është porosia më e rëndësishme. Dhe është porosi që Allahu subhanahu wa ta'ala u ka dhënë të gjithë popujve. Ka thënë Allahu: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Do të thënë kemi porositur ata të cilëve u kemi dhënë librin më përpara dhe ju porosisim ju ittaqullah. Do të thënë keni takwa, ruhuni Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ruajtja, do të thënë siç është përmendur shumë herë, është do të thënë që njeriu të punoj me bindje ndaj Allahut, duke pas dituri, pra dritë nga Allahu, dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të largohet nga çdo mëkat, çdo kundërshtim i urdhrave të Allahut, me dituri, me dritë nga Allahu, dhe duke u friksu prej dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë kjo këshill njerëz të mëdhenj kanë bërë, edhe pejgamberët, edhe dietarët, edhe njerëz të devotshëm, do të thënë u kanë lënë këshilla dhe porosi kështu fëmijëve të vet. Ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në librin e tij këshillën që ja ka dhënë Jakubi alayhi salatu wassalam fëmijëve të tij. Ka thënë Allahu am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Do të thënë ju nuk ishit do thot dëshmitar kur i erdhi Jakubit alayhi salatu wassalam vdekja dhe i ka mbledhur djemtë e tij. Dhe cila ka qenë këshilla ose porosia e rëndësishme kryesore? Ka thënë çka do ta adhuroni pas meje. Do të thënë kjo ka qenë pyetje për përkujtim. Edhe ata kanë thënë do ta adhurojmë Allahun, Zotin tënd, të adhuruarin që e ka adhuruar ti dhe baballarët e tu më përpara, do të thënë Ibrahimi, Ishaku dhe Ismaili janë përmendur këtu. Do të thënë i kanë mbledhur fëmijët për këta njerëz të mëdhenj, si pejgamberët e Allahut. I kanë porositur për tauhid dhe i kanë porositur për takwa. Edhe kështu secili që është në rrugën e pejgamberëve. Është përmendur gjithashtu edhe Luqman al-Hakim, Luqman i urt, i ka thënë thot Allahu: "Idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu." Do të thënë kur i tha Luqmani birit të tij, duke e këshilluar, duke i dhënë do të thënë porosi dhe këshilla, ja bunayya la tushrik billah, o birim, mos i bën shirk Allahut. Dhe kështu, do të thënë me këshilla të shumta, dhe për këtë shkak edhe Khattab ibn al-Mualla al-Makhzumi i thot birit vet, pra alejke bi taqwallahi wa ta'atihi, do thot mbaju takwas, ruajtjes dhe bindjes ndaj Allahut, wa tajannab maharimahu, ruhu prej haramit, bittiba'i sunnatihi wa ma'alimihi, duke ndjekur ligjin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot gjithashtu këshill për të qenë gjithmonë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak secili prind duhet ti këshilloj fëmijët e vet me këto çështje të rëndësishme, me tauhid, takwa,
zbatim i urdhrave të Allahut, largim prej ndalesave, me ndjekje të sunetit, largim prej bidatit, dhe duhet të zgjedh këto fjalë të bukura. Nëse nuk di njeriu vet, mirë është që me marr prej këshillave të dietarëve edhe me ia tregu fëmis, ose t'i dërgoj fëmit aty të njerëz që më të vërtet i këshillojnë, edhe t'i porosis që të përfitojnë prej dietarëve, prej nxënësve të dijes. Do të thonë, kjo është nëse njeriu t'i intereson mirëqenia e fëmis në këtë jetë dhe në jetën e ahiretit. Pra i ka thonë të ndjekësh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu i ka thënë do të përmirësohen gabimet e tua ose tmetat e tua, do të korrigjohen, do të jesh i kënaqur, do të thënë taqirru aynuk, do të thënë do të jesh i kënaqur në jetën e dunjas dhe jetën e ahiretit. Dhe i ka thënë fa innaha la takhfa ala Allahi khafiya, sepse Allahut nuk i fshihet asgjë. Edhe ky është një pjesë, do të thënë është një komponent shumë e rëndësishme në këshillën e fëmijëve, që ti përkujtosh për mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Gjithmonë, do të thonë t'ja mbjellësh në zemër se Allahu është mbikëqyrësi. Edhe jo si bëjnë disa prind që i thonë se e friksojnë prej vetvetes. Do të thonë nëse nuk i bën këto, unë do të bëj kështu, do të bëj ashtu, edhe mos mendo se unë nuk të shoh ose nuk e di ku je. Kështu thonë disa prind. Edhe kjo është shkatrim i edukimit të fëmisë. Sepse fëmia në fillim i beson prindit, edhe friksohet se ndoshta me të vërtetë ai e mbikëqyr ose e ndjek me diçka. Kur e provon një herë, 2 herë, 3 herë se nuk e ka vërejt këtë gabimin që e ka bë, atëherë me të vërtetë shkatrohet morali i tij. Edhe një herë në radhë të parë është mësu që këtë kujdesin ta ketë prej njerëzve dhe jo prej Allahut. Pastaj e dyta është se njerëzit nuk mund të jenë mbikëqyrës, edhe kjo është e vërtetë. Prandaj duhet përkundrazi kështu duhet t'i thot prindi fëmijës vet. Dije se Allahu të mbikëqyr dhe Allahu nuk i mungon asgjë. Unë nuk e di ku je ti ose mundesh mua me mashtru, mirë Allahun s'mundesh me mashtru. Do të thënë në këtë mënyrë ka thënë ta dish se Allahut nuk i fshihet asgjë. Edhe thot ti kam shkruar disa këshilla këtu. Edhe atëherë mbaj mend këto, mësoj mirë, nëse i kupton edhe i di, atëherë do të fitosh shumë, do t'i mbushësh sytë e mbretërve, edhe do të nënshtrohen edhe njerëz tjerë. Pra qëllimi është se do të përmirësohesh shumë. Kjo nuk është mirë që mi përmend vetëm përfitimet dunjas njeriut. Pra është shumë mirë që ja përmend frikën nga Allahu, ja përmend mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe thot nëse i ndjek këto këshilla, do ta fitosh kënaqësinë e Allahut, edhe do të fitosh shpërblimet e Allahut. Se ka mundsi, gjithashtu edhe kjo si tham më herët për mbikëqyrjen, edhe për këto shpërblime, ndoshta i vjen shejtani edhe e mashtron fëmin tënd, edhe e bën që të nxitoj. Thot unë po bëhem i mirë, si më ka thonë baba, mirë po nuk po përfitoj asgjë në dunjë. Edhe atëherë largohet prej moralit mirë, po gjithmonë ta lidhësh se me këto përmirësime, me këtë rrugë të mirë, do ta fitosh kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe do të fitosh në ahiret, po edhe në dunjë. Fiton. Mirë po, synimi kryesor është fitimi i ahiretit. Pastaj thot fillon me këto këshillat, fa ati abak, do të thonë bindju babait tënd. Po, do të thonë lidhje për këtë këshill. Pra dëgjoje babain tënd dhe merri këto këshilla, do të thonë mundohu që ti kuptosh mirë, pra zbraze trurin, si thonë te këto këshilla, mirë, kuptoj mirë, atëherë angazhoj zemrën edhe pra logjikën tënde, që ti marrësh vesh dhe të përfitosh prej këtyre këshillave. Thot wa iyyaka wa hadra al-kalam, do të thonë ruhu prej teprimit të fjalëve, prej teprimit të qeshjes dhe shakave, prej do të thonë talljes me njerëzit, sepse kjo ta largon dinjitetin
dhe sjell armiqësi. Thot alejke bir razanati wat tawaqur, do të thënë bëhu dinjitoz i respektuar, do të thënë bëhu njeri me pesh, pa mendemadhsi. Do të thënë duhet me mesatari, jo me qenë njeri që nuk mbjell respekt e askush. Do të thënë me pas dinjitet, qëndrueshmëri, burrni, por jo mendemadhsi. Pra i përshëndet të gjithë njerëzit, i buzëqesh njerëzve, por nuk bëhesh, do të thënë, njeri i pavlefshëm në sytë e njerëzve. Do të as nga kjo, dhe kjo ruajtja e nderit ose e pozitës dhe dinjitetit, nuk do me thonë që mu bë mendje madh, edhe kur kalon dikush mos me shiku e kështu me radhë. Do të duhet patjetër mesatarin në secilën çështje. Thot takoje edhe shokun, edhe mikun, edhe armikun, takoje me ftyrë të kënaqshme. Dhe mos i bën dam askujt. Mos i shqetëso njerëzit nëse nuk kanë bërë ndonjë gabim. Do të thënë takoj të gjithë me ftyrë të mirë, shokun normal për ta afruar dhe për ta shtuar këtë dashurinë dhe miqësinë dhe vllazëllokun. Kurse armikut, do të thënë për t'i tregu dinjitet dhe kështu, nuk ka nevojë mu tregu i ulët, sikur jo durimtar kështu, ti rri, si thuhet, me atë stabilitetin e sjelljes mirë, edhe nëse është armik e kështu me radhë, do të thënë duhet ta ruash këtë nivel të stabilitetit. Edhe thot mos i shqetëso njerëzit, jo nga frika prej tyre. Do të thënë jo pse i friksohesh. Mos u bën i friksuar prej njerëzve, por edhe mos u bën i padrejt dhe ti hipësh mbi kokë njerëzve. Thot kun fi xhami'i umurika fi awsatiha. Do të thënë në të gjitha çështjet bëhu mesatar, sepse punët më të mira janë mesatarët, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë punët më të mira janë ato mesatarë. Fa aqlil al-kalam wa afshi as-salam, do të thënë paksoj fjalët, fol më pak, edhe përhape selamin, përshëndeti njerëzit. Wamshi mutamakkinan qasdan, hec me fuqi dhe me mesatari. Do thotë, si thuhet, shkel në tokë fuqishëm, por në mënyrë mesatare, do thotë jo duke nxitur si vrapim, që mu duk sikur nuk është në rregull diçka me ty, por as edhe meshi, do të thënë është në Kur'an waqsid fi mashik, do të thënë bëhu mesatar në ecjen tënde, do të thënë jo me nxitim si çmenduri, as me ngadalësi, do të thënë me përtaci, që shfaq përtaci. Thot wala takhutta bi rijlik wala tashab dhejlek, edhe mos bën vija me këmbët e tua, do të thënë me hec duke u zvarit, do të thënë i tërheqin zvar këmbët ose ato që i kanë mbathur, do të thënë këpucët ose kështu, që ka disa njerëz si thuhet kur hec bën vi, jo hapa, gjurmë, por do të thënë ajo nuk është ecje e preferuar. Thot mos i zgjat rrobat, do të thënë la tashab dhejlek, mos tërhiq bishtin, pra mos bën rrobat me bisht që të prekin nëpër tokë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mbaj rrobat përmi nyjen e këmbës, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që është poshtë nyjes këmbës është në zjarr. Wala talwi unuqak, mos e kthe qafën shumë, do të thënë vazhdimisht, pra nëse do mu kthy te dikush, nëse thret dikush, kthehesh si është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të gjithë trupin, dhe jo vetëm kthimin e qafës, se ajo është edhe sjellje jo e mirë edhe pamje jo e mirë, edhe kanë përmendur gjithashtu se është edhe e dëmshme për shëndetin e qafës ose të trupit në përgjithësi. Wala tanzur fi atfik, edhe mos i shiko rrobat e tua. Vazhdimisht, do të thënë dikush kur e vesh një, do të thënë vazhdimisht rri duke u shiku, ajo sjell mendemadhsi dhe gjithashtu poshtrim në sytë e njerëzve. Wala tukthir al-iltifat,
Do të thënë mos e kthej kokën shumë duke ecur, si thon arabisht i thon si ecja e dhelprës. Dhelpra kur ec, vazhdimisht një herë djathtas, një herë majtas, do të thënë kështu, kurse burri i ndershëm e mban shikimin drejt, e ul shikimin gjithashtu, edhe nuk e kthen kokën njëra ande, do të thënë hec me këtë qëndrueshmëri, wala taqif ala al-jamaat, mos u ndal me secilin grup. Do të thënë ka njerëz që sa të shohin 2-3 veta të mbledhur, i afrohen aty vetëm për humbje të kohës e kështu me radhë, mos u ndal me secilin grup, po ecë rrugën synimin ku e ki. Wala tattakhidhi as-suqa majlisan, wala al-hawanita mutahaddithan. Do thotë mos i bën tregjet vend për mejlis, do të thënë që të rish në për tregje. Edhe do të thënë sikur disa njerëz që ulen mes tregut, mes çarshis, ulet, edhe e shikon të gjithë që kalojnë aty, i analizon secilin mashkull, secilin femër. Do thotë nuk është moral i mirë. Edhe gjithashtu mos i bën, se më thënë, dyqanet, shitoret, vend për bisedë. Pra hin njeriu në shitore, për ta kryer nevojën e tij, për të blerë diçka ose për të shit ose për të, do të thënë, për të rregulluar ndonjë gjë, nuk duhet të jetë ajo aty për të bërë muhabet. Se edhe i pengon tjetrit, atij pronarit shitores, edhe e pengon vetveten prej kryerjes së punëve të dobishme, edhe i pengon njerëz të tjerë që hyjnë aty. Do thotë nuk është vend për të biseduar aty. Wala tukthir al-mira, mos e shto polemikën, mos debato me ndeletët, kur të flasësh fol shkurt, do të thënë te poente, thuaj poentën edhe aq. Nëse bën shaka ndonjëherë, bëhe më shkurt, do thotë jo zgjatjen shaka, se kjo zgjatja edhe teprimi, do thënë është diçka që tregon mendeletësi, edhe nuk është e pëlqyer te askush. Ka mundësi, do të thënë çdo një njeri qesharak që vazhdimisht vetë shaka di, nuk di me fol, do të thënë bisedë serioze, edhe qeshin njerëzit, edhe u pëlqen kështu, edhe i thon na trego diçka ose kështu, mirë po nuk kanë respekt për ta. Edhe kur largohet, ndoshta edhe përgojojnë, do të thënë. Prandaj nëse bën ndonjë shaka, bën shkurtimisht, dhe ajo është mirë. Kemi thënë më herët, do të thënë si kripa në gjell, duhet të jetë me mas. Kur të ulesh, ka thënë ulu kam kryq, do të thënë që të jetë ulje e plot, e sakt. Pra në atë mënyrë që janë ulur në atë kohë. Edhe pastaj ka përmendur edhe disa detaje, mos i gërsheto gishtat, mos i kërsit gishtat, do të thënë para tjerëve, kështu me radhë, mos luj me mjekrën, ose me unazën, ose me atë anën e shpatës, do të thënë atë që kanë pas si stolitë e shpata. Pra kjo angazhimi me diçka, vazhdimisht, sigur çka bëjnë disa me tespit, do të thënë, edhe thonë se i kam vetë për të luajtur kështu. Do të thënë mos u angazho kur bisedon me dikan, angazhimi me diçka tjetër, edhe sot në kohën tonë është një angazhim jo i bukur, që është angazhimi me telefonin. Pra bisedo me njeriu me respekt, mos bën lëvizje të kota. Gjithashtu thot, do të thënë kjo pastrimi i dhëmbëve para njerëzve, me fut gishtin ose edhe atë krojsen ose kështu, do të thënë para njerëzve nuk është duke bisedu me njeriu me ato veprime, ose gjithashtu prekja hundës ose futja gishtave në hundë kështu me radhë. Largimi i tepërt i mizave, vazhdimisht do të thënë njeriu me lëvizje që bëhet i bezdishëm. Ka thënë po ashtu kathratu tathaub wa tamatti. Gjithashtu hapja shpesh të gojës ose shtrirja. Se edhe njeriu kur është i lodhur edhe pastaj bën një shtrirje trupit ose shtrëngim. Këto tregojnë përtaci ose bezdisje prej muhabetit, do të thënë. Po në qoftë se ndodh që të vjen hapja e gojës, goksimi, do të thënë vendose dora te goja që mos jetë pamje jo e mirë. Wa ashbah dhalik, ose të ngjashme. Do të thënë këto janë disa detaje në sjellje që
janë për përfitim, do të thonë për ta përmirësuar në përgjithësi sjelljen e njeriu. Dhe thot mos e nënçmo veten para njerëzve, mos u bën, do të thonë si thuhet, mos u bën palaço para njerëzve, se atëherë, do të thonë do ta humbin respektin të tij. Wal yakun majlisuka hadiyan, do të thonë mexhlisi yt, ulja me ty, takimi me ty, le të jetë takimi i qetë, të jetë biseda e ndarë, do të thonë të jetë për gjithë pjesëmarrësit, jo, do të thonë me hy me një mexhlis, edhe gjithë kohën që rri aty në atë mexhlis flet vetëm me një njeri, ose i drejtohesh vetëm një personi ose dy vetave, po të jetë bisedë me të gjithë ata që janë ulur. Wa asghi ila al-kalam al-hasan mimman haddathak, edhe dëgjoj fjalët e bukura për atyre që bisedojnë me ty, pa u mahnitur. Do të thonë kur dikush flet ndonjë fjalë të mirë, dëgjoj edhe përfito. Mirë po mos u shfaq i mahnitur që t'i rritet mendja atij, ose gjithashtu të nënçmon ty sigur, por e dëgjon me vëmendje, me kujdes, me respekt, edhe përfiton prej fjalëve të mira. Wala mas'alata i'ade, edhe pa kërkuar ta përsërisë. Do të thonë, nëse dëgjon një fjalë të mirë, edhe të pëlqen, edhe thuma edhe një herë që ta mbajnë mend ose ta shkruaj ose kështu, ajo nuk është sjellje e mirë, edhe tregon se nuk ke kuptim ose koncentrim ose diçka, do të thonë për këtyre të ngjashme. Wa aghidda 'an al-fukahat min al-madahik wal-hikayat, edhe bëj më pak, do të thonë kështu, dhe me mos u bën shumë interesant, do thotë me tregu shumë për qeshur edhe tregime për mahnitse, do të thonë më pak për këtyre. Ka mundësi që të vi tema ndonjë që tregon një rast njeriu, por jo ta bëj gjithë mezhlisin vetëm me tregime ose komedi ose kështu, se nuk është, do thotë, mezhlisi i dobishëm. Mos fol për të mirat për ato që të pëlqejnë të fëmijët e tu, ose të gruaja jote, ose për kalin tënd, ose për shpatën tënde. Do të thënë mos fol shumë me lëvdu ato çështjet personale. Do të thënë ti lëvdosh shumë fëmijët ose gruan ose shtëpinë ose makinën me tregu se kam kështu e kam ashtu, ose ndonjë mjet tjetër. Thot wa iyaka wa hadith ar-ru'ya, ruhu prej të folurit për ëndrat. Do të thënë kur dikush tregon ndonjë ëndër, edhe ti shumë mahnitesh me ta ose të pëlqen, për shembull dikush tregon se të ka pa në ëndër. Edhe atëherë të pëlqen shumë edhe e bën shumë të madhe këtë, edhe do të thënë të rritet mendja. Atëherë thot do t'i bësh mendeletët që të kenë shpresë te ti, edhe do të shpikin ëndra. Do të thënë nëse e shohin njerëzit se ti shumë mahnitesh kur ta tregon dikush ndonjë ëndër, atëherë ndoshta dikush që nuk është shumë i mençur, mundohet me ta sjellë ndonjë ëndër nga prej mesaju, do të thënë, që të pëlqej. Edhe atëherë gjithashtu njerëzit do ta llogaritin se është edhe ti mendja jote është e lehtë gjithashtu. Thot wala tasannu al-mar'a, mos u zbukuro, mos u shtir, do të thënë si gruaja që shtiret ose mundohet të tregohet shumë e bukur, ose do të thënë me fjalë, e dini, do thotë ose me vendosje të stolive dhe bukurive, ose me përdredhje të zërit, ose me disa fjalë që pra nuk i takon burrit që t'i bëj këto veprime, por edhe mos mos e anashkalo veten si ndonjë rob. Pra mos u stolis, edhe mos bën shumë kozmetik, do thot, si gratë, po edhe mos e lër krejtësisht veten të pakujdesur si robrit. Do thënë, por ti jesh mesatar, do të thënë rrobat e pastra, të drejta, të hekurosura, flokët, mjekrën të krehur, do të thënë në këtë mënyrë, pa teprim, do thotë stolive kështu me radhë.
Wala tahlub lihyataka wala, do të thënë gjithashtu thot mos e hiq mjekrën ose mos e shkurto mjekrën ose mos e shkul, do të thënë sigur çka bëjnë disa pjesë të mjekrës, disa qime, do të thënë i shkulin prej faqeve për ta definuar kështu me radhë, ajo nuk është pamje e bukur të burrat, le ta di secili, pa marr parasysh sa mendojnë se është ndonjë shtim i bukurisë kështu me radhë, nuk është, thot mos e me thonë shkurtimisht, si thonë disa vëllezër, mos e masakro mjekrën, edhe thot mos e lërë të pa kontrolluar. Do thot që tjetë, neve na intereson si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, u'fu liha, do të thënë lëshojini mjekrat. Do thot që nuk bëhet prerje e mjekrës, por njeriu kujdeset që tjetë rregull, mos jetë çoroditur, do thot, po tjetë krejhur e rregulluar dhe e pastër. Pastaj ka përmendur edhe shumë gjëra tjera që janë për zbukurimin, për kozmetikën, mos e shto shumë. Ka disa vise që përdoret edhe lyerja e syve, edhe këtu, edhe në vendet tona, në këto vende, përdorin disa meshkuj, lyerje të syve dhe tjera pjesë të kozmetikës. Mos e tepro me to, do të thënë. Ky përdorimi i kuhlit, ai që është mineral, do të thënë që është gur i thërmuar, është pluhur i gurit, me cilën i lyjnë syt, ajo shumë shpesh përdoret për ilaç, për përforcimin e shikimit, për pastrimin e syrit e kështu me radhë, dhe nuk është i ndaluar, edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka porositur për të që të përdoret. Por nuk duhet të përdoret e tepruar, në mënyrë të tepruar si makijazh, do të thënë për sytë e kështu me radhë. Wal israf fi duhn, edhe po ashtu mos e tepro me lyerje, do të thënë është për qëllim me vajra ose me krema ose do të thënë për zbutje të likurës, për ngjyrë, do thotë nuk duhet t'i teproj burri këto. Nëse ka nevojë shëndetësore, për shembull ka problem me tharjen e likurës ose kruarje ose kështu, do të thënë sa është nevoja, por jo teprim, edhe si përmend më vonë mos e bën ftyrën të rrëshqitshme. Do të thënë që me prek dikush, do të thënë i shkon i rrëshqet dora, do thotë tjetë nuk duhet, do të thënë në atë mënyrë tjetë burri, mos duken, si më thonë, ndyra e kremrave dhe vajrave, kështu në flok ose në lëkur, do të thënë e tepruar. Po tjetë në një mas sipas nevojës. Edhe nëse është nevoja, do të thënë sa është nevoja, pra për atë që është e dobishme. Thot, wala takhsha fi at-talabat. La tulih fi al-hajat wala takhsha fi at-talabat. Do të thënë mos këmbgul në kërkesa, vazhdimisht, do të thënë diçka për ndonjë nevojë me këmbgulje që ti kërkosh njerëzve, dhe kur kërkon mos u përul, mos e nënçmo vetveten. Pra nëse kërkon për shembull borxh ose kërkoje me dinjitet, jo ose edhe ndonjë ndihmë, nuk është patjetër vetëm borxhe, ndihmë kështu me radhë, kërkoje me dinjitet, jo me përulje dhe nënçmim të vetvetes. Dhe thot, mos i trego familje, gruas dhe fëmijëve për sa pasuri ke, sepse nëse ju duket pak, do të thënë do t'i dukesh i pavlefshëm. Nëse ju duket shumë, atëherë nuk do të mund të arrish kënaqësinë e tyre. Dhe nëse i tregon se sa para ke, atëherë nëse ke pak, do të thënë nuk kanë shumë respekt. Kjo është e shumica, të shumë, përveç ato që i ka mëshiru Allahu subhanahu wa taala, që janë të edukuara me islam, se përndryshe gruaja kur e sheh se burri nuk ka pasuri, e nënçmon. Por edhe nga ana tjetër, nëse nuk e ka edukatën fetare, nëse e sheh se ka shumë pasuri, nuk ngopet asnjëherë me kërkesa, edhe nuk mund të arrish që të jetë e kënaqur, edhe gruaja dhe fëmijët të shumica e rasteve, prandaj duhet të ketë parasysh kjo këshill. Thot dhe friksoj pa dhunë, do të thënë fëmijët dhe gruan, bëhu i atill që të kenë respekt, pa dhunë, pa ngritje të zërit, pa bërtitje, çoroditje,
pa përdorim të dhunës, domethënë, duhet të kesh i atill që